Sot në mëngjes po mendoja. E keni parasysh që për të ndërtuar një pallat, duhet që si fillim të gërmojmë, dhe ndoshta në këtë gërmim ne mund të zbulojmë edhe shumë thesare të cilat kanë humbur dhe janë duke pritur që ne t'i gjejmë. Por edhe nëse nuk zbulojmë asgjë, të paktën ne jemi duke krijuar vend dhe hapësirë për diçka të re që do ndërtohet. Dhe do të fillojmë pas të ndërtojmë bazën. Dhe pas kësaj baze të fortë, e cila duhet të jetë vërtet ose ato shtyllat e forta, të cilat nuk duhet të lëkunden, sepse kjo është shumë e rëndësishme që më pas ne të ndërtojmë katet e tjera. Më pas fillojmë të ndërtojmë kat pas kati dhe po ta vini re, pjesa e gërmimit dhe pjesa e ndërtimit të këtyre themeleve është pjesa që zgjat jashtëzakonisht shumë. Do me thënë, kur shikon një pallat të ndërtohet, mund të ketë vite që ti shikon thjesht atë gropën ose atë pjesën në të cilën po ndërtohet baza, dhe më pas, në momentin që fillon kati i parë, sikur me magji ndërtohen të gjitha katet e tjera shumë shpejt. Dhe më pas ngelet thjesht pjesa e brendshme për tu rregulluar. Pra, pjesa e gërmimit, e reflektimit, gërmimit brenda vetes, e reflektimit, e gjetjes së vetes tënde të vërtet, është pjesa që ndoshta do t'ju duket më e gjata, më e vështira, më e lodhshmja, ama më e rëndësishmja dhe ajo që do t'ju sjell benefitet më të mëdha në afat të gjatë. Duke qenë se në afat të gjatë, një pallat mund të qëndrojë dhe të jetojë më shumë se 10 vite, varet nga secili pallat se sa e ka një gjatësinë. Pra, duroni në pjesën e reflektimit, sepse është pjesa më e rëndësishme dhe mos na shkaloni, sepse pjesa tjetër më pas zëre se është ndërtuar vetë dhe do të marrë rrugë vetë, kështu që gjithçka do të bëhet shumë më e lehtë.